term publik, eskort, në termin procedurial, penal, ka term tjetër, por nuk është në 113, nuk ka i titull ajo dispozit, është titull tjetër. Karangja, për irës vërtetës, ajo që unë dua të pyes është, çfarë shkelje ligjore kanë bërë këto vajza nëse i kanë ofruar këto shërbime? Se unë nuk e di nëse vërtetojmë dot, nuk e di. Tani, para herë duhet provohet çka kanë bërë aty. Se shkuar. Se të janë videot të mëparshme. Kanë shkuar, janë takuar. Ne s'kemi videon që themi që ka ndodhur kjo. E dyta, lind pyetja, është ligjore apo jo takimi? Po këtë doja. Tani kemi nenin 41 të rregullores burgjeve, se janë 2 burgjet rregullohen nga ligji për trajtimin të dënuarve me burgim, JVP po të kemi parasysh, kemi rregulloren e burgjeve, kemi dhe një VKM, e cila ka dalë në bazë dhe zbatim të ligjit. Është BMW e vitit, është VKM e vitit 2022. Tani, neni 41 i rregulloret burgjeve parashikon procedurat për takimet me familjarët, të afërmit dhe miqt. Këto hynë miqt, besoj. Jo se po bëj avokatit, se sot me profesion e avokatit, por këto eskortat, se këto gocat e shoqërohen me të fort, të forti Karamburg, pra janë miq që për jashtë, pra emrat që përmenen. Dhe të shkoj të atakoj, thua. Dhe ka shku të atakoj. Pra, neni 41 thot, takimet e të paraburgosit, apo të dënuarit, me familjarët, të afërmit dhe me miqt, bëhen me kërkesë të paraburgosit të dënuarit, apo të interesuarit për takim. Pra, këto janë miq. Nuk ka shkelje proceduriale, thua. Tani, ato kanë hyrë si miq dhe ka gjeneru. Ka kalu në takim special. Sepse e ka miket, të tragon prova, që shikon me këte, se ato, zakonisht tonë, dhe kemi pa dhe sot se ne në Tiranë jetën, këto showbizit nuk rinë me qatë them aty, rinë me të fort rinë, shkojnë aty, takohen, bohen, duke dhe mjeti i përdorit, gjitha. Tani, për qa rinë? Pra mjeti për makinat që... Te makinat, tek gjitha, dhe këto i kanë shok me njoni tjetër. Tani, dalin tek qëllimi fitimit, se këtu është ajo, pra pse kanë shku, kanë morë pare, s'kanë morë pare. Këshin dalë sa shifra, deri në 10 milion, thua është. Kanë dalë shifra, kurse neve dhe që duhet provojmë aktin, dhe akti i kryer në burg, është bërë për të shifrë, pra ne s'kemi faktin akoma, duhet shohim faktin njerë, që ka apo jo faktin, në më pas delte shifra. Por, duhet kemi parasysh diçka gazetarët, marrin informacione dhe janë dhëna operative, ose si që thot policia, ose në gjuhën e ndjekjes penal, dhëna operative, po